Miq, do të flasim për ndryshimet në qeveri, një tërmet 7 ballësh nga kryeministri Edi Rama, që ka bërë 7 lëvizje pra në qeverinë e tij. Kryesore është largimi i Belinda Ballukut. Bashkë me të ka ikur dhe Spiro Pali me Piro Venku, ndërkohë që Toni Gogu dhe Lamallari kanë ndryshuar pa kabinetin, vendet brenda kabinetit, me Albana Koçiun që shkon në vendin e Belinda Ballukut. Kemi dhe Eriona Ismailin, e cila shkon në vendin e Toni Gogut. Por për gjitha ndryshimet, hapësirën kryesore sigurisht që doja Balluku, ne të flasim me mikun e emisionit ton, avokati Zaçe Islami. Avokat, të përshëndes e të falenderoj. Përshëndetje dhe të falenderoj dhe unë për ftesën. Ditë e bukur sot, avokat. Të shikoj me diell aty. Unë jam në Kurvelesh, jam në Progonat, është me të vërtet një ditë tamam, ditë pranvere, madje mund të them që po të rrish shumë në diell është vap. Por jam në kushte fushore, t'ja kupton. Ju kuptoj, por edhe në aspektin e asaj që prisit, besoj dita është pozitive, mas një nate turfulluese. Jo, ajo që pres unë është që të qërohet komplet establishmenti politik bashkë me qeveri, po megjithatë duhet të themi mendimin ton lidhur me këtë që po bën ky pallosh i gjatë. Ky nuk po bën asgjë tjetër vetëm se merr sa aspirina për të mbajtur akoma të gjallë këtë kufon politike që quhet Parti Socialiste, që praktikisht është në grahmat e fundit të jetës. Dhe kërkon tani që të ndryshojë 3-4 veta apo 5 apo 7 sa ka ndryshuar, me qëllim që vetë të vazhdojë të rrijë natyrisht. Është e njëjta politikë që ka ndjekur Enver Hoxha, që nga momenti që mori pushtetin dhe para se të merrte pushtetin, kur u krijua Partia Komuniste e Shqipërisë nga Mungosha dhe Popovici, dhe deri sa vdiq, sa u qërua. Të njëjtën gjë po bën edhe ky pallosh i gjatë. Kërkon me çdo kurrë që të mbajë pushtetin duke bërë ndryshime, ndroi njëri nesër, ndroi tjetri pas nesër. Problemi është që ky nuk merr njerëz me integritet dhe personalitete që i njeh populli dhe i do popull, po ky merr nga rruga e i bën ministra. Se nga i gjeti Piro Longun apo këta të tjerët, një zotë. Po, marrim me radhë, po te kjo e Ballukut, pa shkuar pastaj te Spiro Pali me Piro Venku dhe tjerët. Pse mendoni që u poqën kushtet tani për ta larguar? Sepse deri dje ishte qëndrimi i fortë, jo, nuk largohet. Ka dhënë dorëheqje, nuk e kanë pranuar. Kurse tani e pranojnë. Mendoj që mund të ketë marrë në garanci nga Ballukja që nuk do flasi. Ju keni folur dhe për presion gjerman, avokat, në bisedën e parafundit. Shiko, gjermanët dhe austriakët dhe amerikanët e monitorojnë hap pas hapi politikën e Edi Ramës dhe veprimtarinë e tij. Dhe unë e përshëndes veprimin gjerman që nxisin atë SPAK-un dhe Byron Kombëtar të Jetimit. Duket sikur janë tërhequr amerikanët pak, janë futur gjermanët në shumë lojë. Jo, nuk janë tërhequr amerikanët as pak, sepse amerikanët paguajnë SPAK-un dhe BKH-n. Thjesht kanë ha për ha e bëjnë me radhë, sot ti nesër nuk është me radhë kështu. Në mësak amerikanët po merren me kartelet, trafikun pra, se kartelet është fjalë e madhe që kemi në Shqipëri, kurse europianët, gjermanët me korrupsionin. Po pse thoni është fjalë e madhe, a nuk janë të tërë banditët e kokainës jashtë burgut? Vështirë që ne të krahasohemi me Meksikën që ka kartele. Por nuk krahasohemi me ata se ata janë vënë prodhues, por transportin më të madh në Evropë bën Shqipëria, e bën Edi Rama të kokainës. Se s'ta ka thënë, ne kemi thënë Edi Ramës, i kemi hedhur dorashkën, e kemi sfiduar, i kemi thënë, hajde të shkojmë bashkë zotëri të bëjmë testin e toksifikimit në laborator. Ja, po si e i droguar, s'vjen, sepse nuk mund vi. Tani me që s'vjen dhe me që është i droguar, do thotë se e gjën drogën. Ku e gjën? Kush ja sjell? Nga furnizohet, pra janë shumë pyetje që i bën Edi Ramës, të cilave ai nuk mund t'u jap përgjigje. Avokat, por tani edhe ministrat e ri, më duket se njëri është ka qenë shefi kabinetit të Ballukut që e ka zëvendësuar. Po flitet me s'ka bërë ndonjë gjë më jo. Asnjë gjë s'ka bërë. Ajo është një zero me gjuf ka që ka bërë ai që ka ndryshuar 4-5 veta. E çfarë pastaj se ndryshoi? Po tani dhe heq imunitetin, mendoni autorizimin të jashtë pagut? Se di. Boshti të keqes dhe kupola e krimit është Edi Rama.
Nuk janë ata. Ata janë qirak të tija. Avokat, do e pyes se do i bie shkurt duke pas parasysh se kushtet e rrethana, do të falenderoj shumë. Do ndani pak edhe tek Spiropali me Pirovëngun. Po këta janë dëm kolateral këtu, e hengrën kot apo Shiko, për Spirolëngun, si ja them do ta të mbiemrin tamam si që ka, unë të kam thënë në një 2-3 intervista para kësaj, të kam thënë që ai duhet të qërohet andej se ai shtetas grek. Ai ishte me komsi greke, me shtetësi greke që pun ka në Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë. Ure këto janë skandale që bën ky ore. Po janë skandale, më këto nuk i bën vend i botës këto që po bën ky. po dhe ju avokatë, me që dolëm te Greqia, ministri i ri i jashtëm, sikur PS-ja më duket i kishte kallëzuar më përpara nga 2012 a 2009 për i negociator të pakit me Greqinë për detin. Shiko, njerë grekët e kanë marrë atë goditjen fatale nga Amerika për detin, të mos e zënë më në gojë, të mos e hapin më gojë. Për këtë jam i sigurt. Ndërsa këtë që ka vënë tani ministrit jashtëm, por unë shikoj që janë të tërë në 35 vjeç maksimumi, të tërë rini, dhe më i riu nga gjithë aty del Edi Rama 60 sa vjeç. Ora ky është, të thash dhe njëherë tjetër, ky do mbledh gjithë lumin e shoqërisë shqiptare, nuk i njoh këta që ka vënë, kuptohemi, nuk e kam personalisht për këta, po e kam për taktikën dhe për teknologjinë që përdor Edi Rama për të marrë njerëz në pushtet. Mbledh rreth vetes njerëz pa integritet që s'kan mundësi të kërkojnë llogaritë, thonë pse u bëre këtë ose pse u bë kjo, ose të mos e bëjmë kështu këtë, po ta bëjmë kështu. Absolutisht jo. Ai merr njerëz që i thonë vetëm yes men. Yes men. Të njëjtën gjë bën Sali Berisha me ata që kanë rreth rrotull vetes që i nxjerr për ditë në Xhiro, në bulevard, që të shpihen këmbët se të tretë ndjami se kanë shumë vjam. Dhe në aspektin kombëtar janë që të dy varrmikësit e Shqipërisë janë që të dy që po boshatisin Shqipërinë nga djemt dhe nga vajzat dhe nga fuqia punëtore dhe nga niveli i intelektual i popullsisë, dhe ka mbetur këtu vetëm pleq të krrusur, të paaft, që s'prodhojnë asgjë, vetëm konsumojnë dhe konsumojnë remitancat që u vinë nga jashtë. Po Spiropali më duket se shkarkoi si Zhukovi në ajër. I ngriti shumë mundën ajo, prandaj. Ishte i luftë brenda PS-s apo e ngriti mundën kundër kryetarit? Jo, ishte kundër i bëri karshillok ajo. Po ku ja bëri se ajo pak muaj ka, sa ka, janë 5 muaj aty. Po ku ajo vajti në Kosovë dhe ka partiste dilte si e para e vendit, si e para Shqipërisë. Vajti e pa që në Amerikë në atë biznesin e Ivanka Trump si e ka ajo. Ati Kushnerit, dhëndrit të Trumpit, se atje vate ky, nuk vate në vizitë zyrtare në Amerikë, jo, se qas njeri për vizitë zyrtare, as në Amerikë, as në Europë. Dhe ajo doli si e pare vëndit, po ku të lë ai dali si e pare, jo ai, po kushoj që tjetë, si lito politikan që tjetë. Zotëri, sot këtë ka mund, do të atundun këtë këmori, jo ti. Dhe këtë bëri me Spiropalen. Avokat, edhe diçka kam, tani si mendoni që do të vazhdoj kjo punë, sepse opozita ka proteste nesër. Edhe? Kur doni opozita, nuk bëjmë më intervista me ty, e fundit sot. E tërheq, avokat, e tërheq fjalën. Po, nesër, Sali Berisha do luftoj dhe do kërkoj llogari pse shkarkoi Spiridulën ai. Spiridula. Pra, do fokusohet te Spiropali, do gjej diçka aty, thoni. Pra, ai është gati që të bashkëpunoj me cilindoj që i kundërvjet Edi Rama, sepse Edi Rama ka konkurrent kryesor për pushtet, ai s'ka njëri tjetër. Këta tjerët janë si Ronka. Avokat, para 3 muajsh më keni thënë që ka pas debat fort tek ajo Rama Balluku Ulcimaja, kryeministri, kur ishte momenti i parë që Spaku kërkoi pezullimin, edhe morën iniciativën këta për ta çuar në kushtetuesi që bën letrat. Po dje mbledhjen e grupit kur janë komunikuar, mendoni që ka pas kur janë komunikuar largimet, debate, diskutime? Patjetër që janë ngrënë atje si qend në korrit, patjetër që janë kacafytur,
Mirë, por në fund vendos Caudillo. Caudillo është një personazh, një shkriptari meksikan, i cili flet për kapon e kapove të drogës dhe të politikës në Meksik, në kohën e revolucionit meksikan, që ai shkruante, ai buloste. Edhe ky është një terrorist, është një njeri pervers në të tëra drejtime, dhe ky i shantazhon gjithë politikanët që merr rreth vete, sepse u thot të ngrita nga hiçi, po do më shërbesh mua që në birqeni. Ndryshe ta bëj siç ja bëra këtij, dhe prandaj i flak tuti ata. Dhe prandaj ka dhe sherrë dhe shamata në partinë e tij. Por shtyllën e korrupsionit tek e cila mbështetet ai, shtylla e korrupsionit është Hulsimanja, ai majmuni që është zbukuruar tani, ka rregulluar dhe fytyrën. Avokat, po Spaku më përpara interpretoshin media që është në paradhomën e kryeministrit me Ballukun. Tani paradhoma ra. Nuk e di, më të kushta që ra. Po fakti që ai e largoi atë, i bi që ra paradhoma. Tani do të jo. Apo do shkojnë dhomë. Spaku në paradhomën e atij nuk ka vajtur për Ballukën, jo, ka vajtur për atë, edhe do vete ka i në dhomë të tij. Do t'i vejnë në krevati, do ta ngrën, ta marrën, ta fusin, ta arrestojnë. Në krevati me lindën. Do ta nxjerrin për jashta. I ka kaluar të tëra normat e zullumit. Nuk mund të bëj vaki që të drejtoj shtetin një bandit si ky, një kastravec, se ky ka tëra zeza, të shdej papjekur dhe budalla dhe kriminel, i ka të tëra. Është rasiral që puqen shumë vese tek një person. Avokat, unë të falenderoj shumë, sidomos për kushtet ku e zhvilluam këtë bisedë, të falenderoj dhe të shpreh dhe mirënjohjen dhe respektin edhe në emër të shikuesve, që ju me analizën tuaj ju gjendet edhe në këtë moment për të analizuar këtë situatë nga ai vend që jeni atje, pra nga fshati. Edhe një porosi do t'ju jap qytetarëve shqiptar, duke ndjekur çështjen e rrjollit, që policia merr anën e oligarkut, u them qytetarëve shqiptarë të shkojnë për hipoteka në ASK-t e rretheve dhe aty ku ka dhe në ASK-n qendrore, të kërkojnë statusin e pronave të tyre, se po tjetërsojnë duke tjetërsuar hartat. Pronat e qytetarëve i quajnë pronë shtet dhe ja japin pastaj oligarkëve. Këtë të bëjnë, është nevojë urgjente, imediate, kombëtare, nuk është se thot Zaçja, është reale kjo që po them. Kush doj dhe të vitë që japun prova që të tjetërsojnë hartën e qytetit apo të fshatit, vetëm që të grabisin një pronë. Ndaj edhe njerë, po i theksoj, të dashur qytetarë, shkoni dhe kërkoni statusin juridik të pronave tuaja, kudo që i keni. Faleminderit. Faleminderit, avokat.